A do t'i mirë kuptojmë tash prisit fetar katolik kur dalin dhe bëjnë edhe konvertime publike, edhe një lloj fushate, kuptimin se janë pakic, janë drejt zhdukjes. Dhe kështu ndoshta secila pakic ka drejt që edhe dalë në parad, edhe dalë të regoj që ekzistojnë, që i kanë disa të drejta. Po mirë, po komuniteti katolik për shembull nuk po delën parad. Pse nuk po delën parad? Me protestu që po zvoglon numër, sepse është absurde. Po ka një mbi reagim shoqërisë kur i shohim disa konvertime atje në kishën e Llaposhnikut, ne reagojmë kinë se ka ndodhur ndaj kiamet në këtë shoqëri. Shiqo, a është i ndaluar me ligj konvertimi? Nuk është i ndaluar me ligj. Diçka që s'është i ndaluar me ligj nuk është ka më gjallë reagime. E njëjta gjë ndodh edhe me konvertimet në islam që bëhen. Do thotë, unë për vetë jam kundër këtyre promovimeve publike. Për vetë jam kundër për çfarë arsye, sepse nuk mendoj se nuk ka rruga që është promovohet besimi në atë mënyrë. Por, unë mendoj që rruga e vërtetë dhe rruga e duhur, edhe që na duhet me qenë shumë të kujdesshëm, është respektimi i ligjeve që garantojnë liritë dhe drejtat e njeriut. Liritë dhe drejtat individuale të njeriut. Në këtë pikë duhet me qenë të pa kompromis. Nuk guxon askush në këtë shoqëri me një veten të diskriminuar mbi asnjë bazë. Kur s'ka drejt, tjetrin mi ka përveshje pse është kështu ose është. Kush, me e prek me dorë, le me dorë, po me e fol. Pse? Ai ka përgjegjësinë e tij para Zotit mas pari, edhe para shtetit, para ligjit. Mjaft mbaron këtu. Nuk ka nevojë më për manipulime me ndjenjat individuale të komuniteteve që janë pakic. Pse nuk po dalim me bo për shembull parada komuniteti rom, që është për mendim timin në shumë aspekte i diskriminuar në shoqërinë tonë. E që duhet jap kujdes shumë më të madh, pse s'den me bë paradë. Kërkosh si bën mend për ta, me dal një herë dhe me dal në rrugë. Ditën e tyre ndërkombëtare për shkak, me dal në rrugë dhe pse s'dalin? Me flamura, me këtë. Për çka? Sepse ata e kanë shpresën të shteti që i mbron, ju krijon kushtet, e respekton ligjin dhe ambicia e tyre është aty. E jo me qenë në shërbim të organizatave, ato janë organizata jo shqiptare mirë të financume nga jashtë. A i pat dhënat e Departamentit Shtetit. Miliona dollar ju ndonë në Kosovë nga USAID për këtë lloj të aktivitetit.